Dielli mbi plazhin e Fanos ka një ngjyrë të çuditshme, një portokalli të dendur e metalike që duket sikur po pikon mbi horizont. Eci zbathur mbi gurët e rumbullakosur nga deti, por në këmbët e mia, gurët nuk lëshojnë atë kërcitjen e thatë të pastër që zakonisht dëgjohet. Përkundrazi, ata prodhojnë një tingull të thellë të mbytur, sikur po ecja mbi tastet e një pianoje gjigante të zhytur në ujë, e cila dridhet me çdo hap. Adriatiku është i palëvishëm, i shesh si një pllak qelçi të errët, dhe aroma e ajrit të kripur përzihet në mënyrë të çuditshme me një gjumë të mpresh sheqeri të pambukt dhe ndryshku. Pa pritur, ajri mbi Bregdet bëhet i rënd. Një hije gjigante dhe e shpejtë erëson dritën portokallit të perëndimit, duke ushtrirë mbi gur dhe buzë ujit për 10 metra. Kthehem dhe shikoj nga qielli, duke pritur të shoh ndonjë avion me defekt, por ajo që shoh sfidon çdo logjik. Është një pulbardh gjigante e lartë sa një ndërtesë trekatëshe. Puplat e saj kanë një bardhësi aq verbuese sa të dhem syt kur i shikon, dhe sqepi i saj i madh dhe i lakuar shkëlqen në musk, sikur të ishte prej tungjit të sapo lustruar. Sapo kam kohë të bëj një hap të vetëm, të gjej një mbështetje për këmbët me zajeve që lëvizin, kur zogu kryen një manovër të përsosur në ajër. Ai ul këmbët e tij gjigante me luspa të arta dhe më kap prej supesh me një saktësi të habitshme. Kthetrat nuk më shtrëngojnë aq fort sa të më shkaktojnë dhimbje. Përkundrazi, më mbajnë fort me atë lehtësi të shkujdesur që mund të shfaqte një pulbardhë e zakonshme teksa rëmbe një patate të skuqur, të rënë mbi një tavolinë buz sportit. Brenda një qasti hidhem lart. Forca e erës më merr frymën, por ndërsa ngrihemi qindra metra në ajër, ndodh diçka edhe më e çuditshme. Era nuk gjëmon si zakonisht, në vend të kësaj ajo përshpërit me qartësi të kristalt komentin radiofonik të një ndeshje e futbollit të luajtur 20 vjet më parë. Poshtë meje, qyteti i Fanos fillon të coptohet dhe të rimontohet, sikur të ndodhej brenda një diorame. Hapësira me gur plazhi shndërrohet në një mozaik karamele shumë ngjyrshe. Kalimi prej druri që të çon drejt detit duket si një kun i dhëmbësh i lënë në rër, ndërsa grykderdhja e lumit me Tauro shfaqet si një vip boje blu e vizatuar në një flet letre. Ndërsa fluturojmë mbi qytet, pulbardha e kthen qafën e saj të gjatë e me pend drejt meje. Nuk lëshon atë klithmë të mprete bezdisë se që prisja. Përkundrazi më flet me një zë të thellë, të ngrohtë dhe të moduluar në mënyrë të përsosur si ai një spikeri veteran radioje. Ajo kërkon ndjes për nxitimin dhe për mënyrën disi të menjëhershme se si më rëmbeu, duke shpjeguar se ka një çështje urgjente për të zgjidhur në port dhe se komitetit i duhej patjetër mendimi i një banori. Duke parë poshtë nga Piazza Settembre dhe Rocca Malatestiana, vërej se njerëzit që shëtisin aty poshtë nuk shqetësohen as pak nga skena. Disa ndalojnë për të më përshëndetur me gazetat e tyre, të tjerë më tregojnë me gishtë të fëmijët e tyre, e disa thjesht vazhdojnë të ecin me akullore në dorë, sikur të shihej një burr që transportohet në përqiell nga një zog gjigant ishte thjesht pjesë e rutinës së zakonshme të mbrëmjes së martës. Pulbardha gjigante bën një kthes elegante mbi kanalin e portit dhe fillon një zbritje të butë e graduale drejt farit. Ajo më ul me saktësi kirurgjikale pikërisht mbi kupolën prej hekurit të dhomës së dritës, ku fladi i detit është i freskët dhe mban erë algash. Aty nuk më pret paniku apo hapësira boshe, por një tavolinë e vogël portative kafeneje, e rrethuar nga 3 pulbardha në përmasat reale të njeriut. Njëra po mban shënime në një blok letre të zverdhur, tjetra po pi kafe nga një filxhan qeramike, ndërsa e treta më shikon drejte në sy, duke më kërkuar me solemnitet të madh që t'i jap fund një herë mirë një mosmarrëveshje historike për qytetin. Pikërisht kur marr frymë thellë për të përgjigjur dhe për të shpjeguar vendimin tim, kuptoj se kam ende një gur të vogël në xhepin e pantallonave, një gur që e kisha marrë në plazhin e Fanos. Guri fillon të dridhet fuqishëm, të nxehet dhe të lëshoj tingullin e melodisë këmbëngulëse të alarmit të telefonit tim. Ndërsa fari, deti dhe klithmat e pulbardhave zbehen ngadalë në dritën e dhomës sime të gjumit.